Minutën këtë qasë në parano. Në një natë të mbushur me emocione dhe spektakël muzikor, Shqipëria siguroi kalimin në finalen e madhe të Eurovisionit, që po zhvillohet këtë vit në qytetin e Bazelit në Zvicër. Grupi Shkodra Elektronike, me një performancë që kombinoi ritmet moderne me element të trashëgimisë kulturore shqiptare, arriti të fitojë zemrat e publikut evropian. Kënga shqiptare u dallua për origjinalitetin, fuqinë vokale dhe skenografinë e kuruar deri në detaje. Tashmë Shkodra Elektronike do të ngjitet sërish në skenën e Eurovisionit të shtunën mbrëmë, ku Shqipëria do të interpretoj e 26-ta në radhë. Tërheq shumë edhe performanca e Beatrices, është jashtëzakonisht bukur dhe i jep një bukuri edhe vetë performancës interpretative të tyne. Bile unë pash edhe një element që kishte shtu Beatricia në të kënorin e saj, që më duk shumë interesant dhe shumë i bukur. Performanca vizuale ishte një tjetër aset i rëndësishëm i këtij suksesi. Gjetja e lëvizjeve të durve në kohezion me flakët që dalin nga mrapa dhe duke përshtatë shumë mirë fjalën zjerm me atë që ajo lëvizte, për mu ishte gjë jashtëzakonshme. Finalja madhe e Eurovisionit pritet me interes të lartë edhe në vendin tonë, ku mbështetja për Shkodra Elektronike është kthyer në një entuziazëm barë kombëtar.